Partia Socialiste ka propozuar një paketë të gjerë amendamentesh për ndryshimet në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë, duke synuar rritjen e sigurisë në rrugë dhe uljen e numrit të aksidenteve. Projekt amendamentet janë depozituar në kuvent dhe parashikojnë masa më të forta ndëshkuese për një sër shkeljesh që konsiderohen me risk të lartë për jetën e qytetarëve. Një nga ndryshimet kryesore lidhet me drejtimin e automjetit pa leje drejtimi. Sipas propozimit, çdo person që kape duke drejtuar mjetin pa patent do të humbas të drejtën për të pajisur me leje drejtimi për një periudhë 1 vjeçare. Për të miturit, masa është dhe më e ashpër, pasi afati shtyhet me 2 vite nga momenti kur atyre u lind e drejta ligjore për të marrë patentën. Paketa sjell rregulla të reja edhe për shoferët e rinj, ata që janë pajisur me patentë të kategorisë B gjatë 24 muajve të fundit. Për këtë kategori, propozohet tolerancë zero ndaj alkoolit në gjak, kufizime të shpejtësisë, si dhe ndalimi i qarkullimit gjatë natës nga ora 24 deri në 6, në rast se nuk shoqërohen nga një drejtues me eksperiencë. Ndryshime të rëndësishme parashikohen edhe për përdorimin e telefonit gjatë drejtimit të mjeteve. Amendamentet zgjerojnë kategorinë e mjeteve ku ndalohet përdorimi i celularit, duke përfshirë jo vetëm automjetet, por edhe biçikletat, monopatinat elektrike dhe motomjetet deri në 50 cc. Synimi është shmangja e shpërqendrimit të drejtuesve dhe ulja e aksidenteve të shkaktuara nga mungesa e vëmendjes. Një nga pikat më të forta të paketës lidhet me drejtimin e mjetit në gjendje të dehur. Sipas draftit, drejtuesit që kapen përsëritës duke drejtuar automjetin me nivel alkooli mbi 0.5 gram për litër në gjak, do të përballen me heqje të përhershme të patentës. Autorët e amendamenteve argumentojnë se masa synon të largojë nga rruga drejtuesit që konsiderohen rrezik i vazhdueshëm për sigurinë publike. Projekt ligji parashikon gjithashtu rritje të gjobave për shkelje të tjera të rënda në qarkullim, përfshir manovrat agresive, ndryshimet e shpeshta të korsive pa sinjalizim dhe sjellje të rrezikshme në zonat urbane. Sipas socialistëve, këto fenomene janë ndërshkaqet kryesore të aksidenteve në vend. Amendamentet pritet të diskutohen në komisionet parlamentare përkatëse përpara se të kalojnë në votim në seancën plenare. Nëse miratohen, ndryshimet do të sjellin një regjim më të ashpër penalizimesh në qarkullimin rrugor me fokus te parandalimi dhe përgjegjshmëria e drejtuesve të mjeteve.